Kjo e moshuar quhet Bahrie Leka dhe ka ardhur pak vite më parë nga një fshat i Librazhdit në Leminot të komunës Pirk të Korçës. Një vit më parë ka humbur djalin një aksident automobilistik dhe që nga vdekja e tij jeton në një varfëri ekstreme, me 3 mbesa jetime dhe nënën e tyre e cila ka probleme psiqike. Ky është njëri nga ambientet e shtëpisë së Shpresa Lekës, nën e 3 fëmijëve, e cila një vit më parë ka humbur bashkëshortin dhe momentalisht jeton vetëm me 40.000 lekë të vjetra, të cilat ja jep komuna Pirk. A vaj të blejnë, a bukët të blejnë, a ka gjendje të keqe fare, shumë me të dhona bota, a më shumë pa bukë të me bukë. Menuja kryesore në këtë familje janë turshit, ndërkohë që shpesh mungon dhe mielli për të gatuar bukën, të cilën në të shumtën e rasteve u falin fëmijët apo të afërmit. Por nuk është vetëm ushqimi shqetësimi më i madh i pjesëtarëve të kësaj familje, jo vetëm të varfër, por dhe fatkeqe. Fëmijët janë të gjithë të moshës nga 5 deri në 11 vjeç, ndërsa as nëna e tyre nuk punon dot për shkak të problemeve me shëndetin. Siç shihet nga pamjet dhe shtëpia nuk plotson asnjë kusht për një jetë normale, ndërsa shiu dhe era hyn brenda pa asnjë pengesë. Komuna nuk ka asnjë mundësi tjetër për të ndihmuar këtë familje të varfër dhe shumë të tjera në këtë zonë. Ndërsa kryetari i saj Naum Mujo thotë se është munduar të sistemojë fëmijët në një fondacion. Janë krijuar disa mundësi me kryqin e kuqit dhe me disa shoqata dhe me disa ndihma që i kam dhënë privatisht, por në mënyrë ligjore s'kam si e ndihmoj, sepse aq është mundësia nga komuna për t'i dhënë lek. Në fshatin Leminot, por dhe fshata të tjerë të komunës Pirk, vetëm 30 kilometra larg nga qyteti Korçës, ka shumë familje që jetojnë në kushte të tilla të vështira. Ata vijnë kryesisht nga zona të thella dhe janë shpërngulur këtu pa patur mundësi që të kenë tokë të mjaftueshme për t'u marrë me bujqësi.